Dhe ja ku jemi bashkëdashur miq në pjesën e parë të emisionit Familja Jonë, siç e paralajmërova edhe në fillim, tash do të flasim për rëndësinë e analizave gjatë muajve të shtatzanisë. Shpesh ndoshta nuk i analizojmë gjanat e vogla se sa efekt të madh mund të kenë në jetën tonë. Një analizë gjaku, një pikë gjak mund të shpëtojë jetë, por mund të ndryshojë edhe procesin e komplet shtatzanisë. Është shumë e rëndësishme që edhe ginekologu të rekomandoj analizat e duhura në kohën e duhur gjatë 3 muajve të parë, gjatë 3 muajve të dytë dhe 3 muajve të tretë, sepse dallojnë edhe zhvillimi i shtatzanisë në gjatë 9 muajve se çka kërkohet dhe çfarë është e nevojshme të bëhet. Normalisht që gjithmonë e dim që parimi është që çdo organizëm dallon nga organizmi tjetër, çdo nevojë për analiza është ndryshe nga organizmi tjetër, çdo grua përballet me probleme ndryshe nga tjetra dhe asnjëherë nuk duhet të bazohemi në çka ka kaluar dikush se do të kalojmë edhe ne. Ajo çka është e rëndësishme është eliminimi i rreziqeve. E kjo normalisht bëhet duke ndjekur këshillat në këtë rast të ginekologut dhe të biokimistit. 2 prej fushave të cilët janë esenca kryesore e një shtatzanie të shëndetshme. Një nanë të qetë, një baba të qetë dhe një foshnjë që po zhvillohet me të gjitha parametrat normal siç edhe parashikohet. Normalisht që këtë temë do ta flasim me 2 prej mikeve të emisionit Familja Jonë, doktoreshën Drita Kabashi, ginekologe, dhe doktoreshën Luljeta Etemi, specialiste biokimisë, cilat tashmë janë në studio me mua. Mirë se erdhët. Faleminderit për ftesë, Sara. Shumë kënaqësi me ju pas në studio dhe me fol për një temë kaq të ndihshme. Po vërtet sa rëndë shumë të veç tha fjalimin kryesor në realitet se sa është e rëndësishme, sidomos për neve ginekologëve të mëton përcjellja një shtatzanie të shëndosh të imi asisoj. Çdo çift i cili vendos të krijojë familje dhe në atë moment ku del një test pozitiv, është një lumturi e veçantë për çiftin e ri, edhe kuptohet që secila shtatzanie ka karakteristikat e veta. Të gjitha ato që një ginekolog i propozon dhe të gjitha analizat që ginekologu i propozon, kuptohet që propozon për një qëllim që në fund të rezultohet me një foshnjë të shëndosh. Duke filluar prej analizave kryesore, do të thonë si fillim të shtatzanisë është për shembull një pasqyrë gjaku, ato që janë elementare, grupi gjakut i cili është në kuptohet shumë e rëndësi, niveli antitrupave, do të thonë është shumë e rëndësi. Pastaj për shembull janë edhe disa, unë i propozoj edhe çdo shtatzanës edhe analizat e gjandrës tiroides, se e dim që gjandra tiroide është jashtëzakonisht e shprehur domethënë në Kosovë, edhe për këtë arsye unë e kam parim që çdo shtatzane në vizitën e parë të propozoj edhe analizat e gjandrës tiroides, se të gjithë e dim domethënë se sa është e rëndësishme edhe një tabletë e thjeshtë domethënë mundet jashtëzakonisht shumë me ndikun në zhvillimin e foshnjës. Përveç asaj, janë edhe disa analiza tjera të cilat ndoshta jo rregullisht, po kishte me qenë shumë mirë mi propozu. Ndërto, janë disa viruset, për shembull siç është citomegalovirusi, për shembull, siç është rubeola ose toxoplasma e tjera, sepse janë disa virusa edhe disa parazite që nëse shtatzana infektohet, sidomos në 12 javë të para, është rreziku jashtëzakonisht i lartë që mund të transmetohet domethënë atë foshnja, dhe kuptohet që secila prej tyre i ka pasojat në zhvillimin e foshnjave. Pasojat nuk janë një infekcion i thjeshtë me një mënyrë, domethënë pasojat mund të më shku deri te dëmtimit e shikimit, deri te dëmtimit e ndëgjimit, për shembull domethënë deri te dëmtimi i sistemit nervor, për shembull siç e bën rubeola në 90% rasteve nëse infektohet trimestrin e parë, domethënë janë me dëmtime të sistemit nervor, që do të thotë janë dëmtimet që janë me vërtet afatgjata për foshnjën, edhe kuptohet që dhe pasojat në zhvillimin e foshnjës janë jashtëzakonisht të vështira. Ajo çka më kalon përshtypje po flas në cilësinë e pacientes në këtë rast, dhe të dyjave ju njoh edhe nga cilësia e pacientes, po jo çdo biokimist e bën, por shpesh pacienti nga anamneza që ta jep biokimisti i shton edhe diçka. Cilat janë ato analizat bazë që rekomandohet edhe që lufton te që me hyn në sistem që çdo ginekolog me i kërku që një shtatzani me shku mbar? Atëherë, si ciku edhe doktoresha, megjithëse i përket fushës dhe ndjek monitoron gjithë shtatzanin, gjithë trimestrat e shtatzanisë, të klasifikojmë pak sepse normalisht që duhet të monitorohen të gjitha sistemet. Për vetë faktin që një grua shtatzon, domethënë që nga momenti i parë kur bëhet një screen test ose testi tjetër që konfirmon shtatzanin,
dhe që përveç qesës gestative që e ka pa në eko ginekologu, atër testi i parë që kërkohet në laborator është beta-HCG-a. Ky test është shumë i rëndësishëm se normalisht që konfirmon shtatzanin dhe nuk duhet të bëhet më njerë ditë e para. Dhe më thënë, ajo koha ideale është pas javës së 5, kur veç femra nuk ka cikël menstrual dhe është konfirmu një farmënyre qesja gestative nga ana e ginekologut. Idealja do ishte java e 6. Pra kjo është testi i parë që bëhet për të konfirmuar dhe vërtetuar ose vullosur në një mënyrë punën e ginekologut që po ndërlidhet me aspektin laboratorik dhe biokimik dhe për të konfirmuar një shtatzani me të dhënat e ekos. Testet të tjera pastaj, do me thënë, duhet të ndiqet follow-up një shtatzani, një grua shtatzan. Cekët, do me thënë, doktoresha ceku edhe hormonet e gjendrës tiroide, Hondo klasifikoja për vetë faktin që ndryshon nivelli i estrogeneve gjatë shtatzanis, atër pa tjetër kur dim që hormonet luajnë rol të madh funksional e theksoj ose ritheksoj në organizmin ton, ndryshon metabolizmi të një grua shtatzan. Dhe çka duhet të bëjmë, do me thënë hapi i parë, përveç një pasqyre të gjakut që ajo është e para për të parë nëse kemi një anemi sideropenike kryesisht, ose anemi nga deficienca ose mos sinteza e vitaminës B12, të cilën biokimisti ose unë si mjek laboratori unë e vrej që në hap të parë tek pasqyra e gjakut ose hemogrami. Dhe pastaj preferoj, varësisht nga elementet e figuruara të gjakut, ama orientoj në anemi sideropenike nga mungesa e hekurit, që kjo do thellohet nëse është një bazë ose është në atë kufirin e vlerave të gruaja shtatzën, pastaj do thellohet për vetë nevojat që ka fryti për ushqim nga nëna. Pastaj nivelli i hekurit që është shumë i rëndësishëm, nivelli i feritinës ose depove të hekurit që po ashtu është shumë i rëndësishëm, sepse ngjyrën e gjakut e dim që jep hekuri, do me thënë aq shumë procese në metabolizëm dhe në oksigjenim ka hekuri dhe hemoglobina kryesisht. Kështu që me njoft pacientët organizmin, si që njofim në mjekët dhe mekanizmat, pa tjetër që si që dërgojmë makinën 2 herë në vetë të servisi, organizmit do i rinim gati 3 ose 4 herë në vjetë. Pastaj vazhdojmë me testet metabolike kryesisht për prediabet dhe diabet, nivelli i glicemis, esëll nivelli i insulinës dhe rezistencës së insulinës, që është shumë i rëndësishëm, ose HOMA-IR quhet, po ashtu tremujorshi ose hemoglobina glukolizuar, dhe testet të tjera, një pasqyrë urine pa tjetër, një check-up i përgjithshëm duke parë edhe funksionin e tëmthejt, funksionin e veshkave, funksionin e mëlqis. Pra, në përgjithsi, një check-up i përgjithshëm metabolik është shumë i rëndësishëm për të identifikuar problemet të cilat më vonë mund të rriten ose zmadhohen dhe mund të dëmtojnë shëndetin e një gruaje shtatzën, po ashtu edhe të frytit. I rikthemi check-upit të gjendrës tiroide është shumë i rëndësishëm, kur dim që në shumë gra shtatzëna përballen me hipotireozën, ose veç është e një mënyrë identifikuar si hipotireoz, ose me tiroiditin Hashimoto si smundje autoimune e gjendrës tiroide, dhe më tutje gjatë shtatzanis pastaj ndryshon nivelli edhe i hormonit tirostimulues ose hormonit bazë të gjendrës tiroide, e cila është përgjegjëse ose është një mënyrë përgjegjëse kryesore për termogenezën e organizmit ton, rregullimin e temperaturës së organizmit ton dhe po ashtu ndikon dhe në metabolizëm. Shpeshherë një TSH e lartë ne kemi ndryshime dhe në aktivitet të enzimave hepatike ose të mëlqis, po ashtu kemi edhe ndryshime në lipidogram, pra edhe në yndyrna. Kjo na tregon që kemi të bëjmë direkt me prekjen e metabolizmit. Nga dalësot metabolizmi si pasojë hipotireozës dhe si pasojë hipertireozës ose funksionit të shtuar të hormoneve, atëherë përshpejtohet metabolizmi. Dhe testet të tjera që pastaj do i cekim gjatë trimestrave të tjerë që shtatzanis. Për gjendrën tiroide, me një firmë ju e përmanet edhe ma herët,
që nëse e ka, ne kemi shumë letë, më thonë, kur e di që pacientjavi që ka Hashimoto, nëse e ka, për shembull e ka funksionin që trajtohet, ajo është për neve, për neve ginekolog të shumë letë, se në atë moment ku të e zbulojmë që një grua është 7 zona dhe ka probleme me gjandrën tiroidin, automatikisht e këshillojnë, që edhe një hemi përsëri vlerat e gjandrës tiroidis, edhe kuptohet që më konsultu me endokrinologun, sepse kuptohet që gjatë shtazanies edhe kërkesa ose nevoja për hormonin e gjandrës tiroidis është ma e lartë dhe kuptohet që domethënë foshnja nuk ka me marrë se përveç se prej nanës. Ashtu që këtë rasti kemi shumë alet. Po janë raste tjera ku na duhet t'i zbulojmë, domethënë edhe kur komar para disa viteve, kur komar nuk e kombar rregullisht për shembull gjandrën tiroidin, mirë po me kalimin e kohës ka dështu një herë dhe kuptohet që aty tani bëhet komplet gjandra tiroide, jo vetëm të shëja për shembull të treshit të katërshit, po dhe antitrupat, anti-TPO edhe anti-tigenesi, këto janë shumë specifike, mirë po për shkak se për çet arsye se edhe këto mundën me ndiku kuptohet edhe në zhvillimin e shtazanisë edhe për këtë arsye domethënë tash rregullisht i kam që domethënë propozimi jem është domethënë automatikisht si zbulojmë si ta verifikojmë që është shtazan domethënë me spaku që të dyja domethënë të shënët e katërshin për shkak. Kjo a është kronologjike doktoresh Drita, a është e rëndësishme cilat analizën lypen 3 muajt e parë, cilat 3 muajt e dytë? Sigurisht është me rëndësi domethënë si cilat analizë. Apo varet nga organizmi. Po flasmi për shembull tash kena me një rast që kemi pas bashkë me doktoreshën Lule, domethënë për nivelin e antitrupave, domethënë në përmend rubeolën për shembull, domethënë perëndim ekziston libreza shtazanisë, domethënë edhe prej aty domethënë shkruan grupi gjakut, për shembull hemoglobina, janë disa të tjera, edhe ndërto domethënë është edhe rubeola. Domethënë automatikisht testohet që një grua shtazane a ka nivelin e antitrupave të mjaftueshëm, pika parë domethënë a kanë të atë nivel IgG pozitive edhe sa është niveli aty në antitrupave. Sepse nëse një shtazane domethënë nuk e ka IgG-n domethënë pozitive, ajo është rrezikuar me infektu me virusin e rubeolës, edhe pasojat janë shumë të mëdha, si e përmenda pak më herët, mirë po çështja është që nëse domethënë dikushi, një grua planifikon një shtazani, edhe na testojnë para prakisht, tash doktoresha Lule ka më na tregu se cilat antitrupa dhe ç'është duhet më testua të tjerat, nuk e ka, domethënë na para prakisht i propozojnë me marr vaksinën kundra rubeolës që me pas nivelin e antitrupave të për ata që bojnë planifikim shtazanis, për ata që veç ajo që është shtazane dhe nuk e ka nivelin e antitrupave, atë se për fat të keq për shembull nëse infektohet me rubeolën, ne nuk kemi terapi. Domethënë nëse një grua shtazane infektohet gjatë shtazanisë me virusin e rubeolës, ne nuk kemi kur terapi. Çfarë rekomandohet abortimi i fëmisë? Në raste jo, nuk as si tash diskutojmë me doktoreshën, domethënë që tash se cilat analiza i bën tani nivelin e IgM-s të tjera. Po, doktoresh? Atëre, doktoresha po referohet tek torçi që njihet në shkurtesën mjekësore, qoftë në shkurtesën e mjekut laboratorit, por edhe ginekologut, se çfarë është torçi. Torçi është toksoplasma, rubella dhe citomegalovirusi dhe herpes simplex virusi. Atëherë së pari këto testohen, domethënë kanë nga 2 antikorpe ose antitrupa, IgG dhe IgM. Pse është e rëndësishme IgG-ja si forme ushtarit të mbrojtës të organizmit tonë, është e rëndësishme sepse IgG-ja na flet për një infekcion të kaluar, dhe ajo lën gjurmë tek smundjet infektive, tek shumica e smundjeve infektive, dhe IgM-ja pse është e rëndësishme sepse tregon për momentin, domethënë gjendjen akute, a jemi të prekur, në këtë rast një grua shtatzën a është e prekur qoftë nga rubella, qoftë nga toksoplasma, qoftë nga citomegalovirusi ose herpes simplex virusi e tjerë. Çdo IgG deri në 100, domethënë mund të mirret varësisht nga vlerat referente, njësitë, metodat mace të laboratorit. Por ajo deri 100, domethënë është si standard, mund të mirret si normale e kaluar. Por kur kemi një IgG 100 e tutje, pra më të rritur, atëherë tek një grua shtatzën në mënyrë automatike duhet na shkojë mendja sepse mund të kemi një reinfekcion ose infekcion që mund të instalohet dhe të bëjë dëme pastaj edhe tek fryti. Janë metodat njihen, janë metodat analitike në serologjinë infektive, në biokimin klinike, metoda janë disa, ELISA, CLIA, ECLIA e tjerë.
dhe metodat e real-time PCR-it. Tani, kur kemi një, se çka do të thot, ti rikthemi edhe një herë tek pjesa e për shembull rastit që e keni aty mbi tavolinë. Kemi edhe Elusë dhe Regjinë me na vendos do ishte më mirë që ti referohemi. Po, shohin edhe atje pacientit. Do kjo është fillimisht që po flasim apo? Po, kjo është fillimisht që po flasim. Po Elusë Benartin, po e kemi edhe në probavit tjetrën Benart Lutna. Tjetrën, po. Atëherë, këtu rasti këtu flitet për një citomegalovirus, do me thënë infekcion me citomegalovirus të nëna, edhe në momentin që një IgG është i rritur, pavarësisht kur bëhet në torç në serologji infektive, atëherë ginekologu kërkon IgM-ja pavarësisht që është negative. Mbi 100 IgG-ja, atëherë patjetër që do kërkohet niveli i IgG-s avidity. Që në kupton kjo? Kjo pikrisht atë pjesën kur e sarum të pjesa e reinfekcionit, do me thënë sa ka aviditet të lartë ose të ullt citomegalovirusin këtë rast, ose mund tjetë edhe tjetër toksoplasma ose rubella e tjerë. Këtu kemi një rast, për shembull, që edhe e sarojmë sepse është i interpretuar duke u bazuar në guideline ose protokoll gjerman të punës mjekut laboratorit. Që në kupton? Për shembull, kjo aviditeti këtu të një grua që sapo ka lindur, kjo patjetër që ka pas infeksionin gjatë shtatzanisë, këtu kemi një aviditet të lartë, që në kupton, do me thënë është mbi 3.000, se ne për të nxjerrur atë shifrën 3.000, duhet të bëjmë, kemi metodat tona, diluim, për të nxjerrur rezultat, sepse pajisja të nxjerrë për shembull më e madhe se 200 ose më e madhe se 300, por janë metodat e punës të zbërthimit të mjekut laboratorit që miret me punën më tutje për të fituar një rezultat dhe për t'i treguar kolegut ginekolog dhe pacientit që ky është rezultati dhe risku është ky. Atëherë, një aviditet i ullët, kur del i ullët, patjetër që është patologjik, dhe kjo na flet, do me thënë aviditet ndaj CMV-s, ose toksoplasmës, ose secilit parametër të torçit. Kjo na flet që gruaja shtatzën infeksionin e ka në 3 muaj, ose po, ose brenda 3 muajve, ose në 3 muajt e kaluar. Pra infekcioni është shumë i freskët dhe risku për infekcion të fetusit është shumë i lartë. Por nuk është rasti në fjalë, për shembull, që gjithmonë sepse shkenca updateon dhe inovacioni është në metoda laboratorike, patjetër bashkë me akterin mjekun klinicist dhe ginekologun, sepse të dytë ndjekun pacientin, më falë Saranda. Këtu kemi një aviditet të lartë, që për shembull deri vonë është menduar që aviditet i lartë nuk ka rrezikshmëri, por na dëshmon të kundërtën, sepse tek fetusi është bërë PCR-i, real-time PCR-i, dhe rezulton pozitiv. Po e vendos Benart lutem tjetrën, do me thënë një bebe sapo lindur, e cila tek nëna është, do me thënë rezultati është aviditet i lartë, mbi 3.000, dhe fetusi po rezulton që është i prekur me citomegalovirus. Ajo që ka doshta me ndëry mbaje ti fjalimin ta vazhdosh, po ajo që ka doshta me ndëry se kam shumë më rëndësi shikus me na kuptu. Sikur në kohën e Covid-it dashur miq, kur kemi bë PCR testin, edhe aty nga ka dollë, kur nga kanë thonë shumë shpesh laborator, e ke kalu para 1 muaj Covid-in, e ke kalu para 3 muajve, ose e ki të larta vlerat dhe i ende me Covid. Që ta sqarojmë, që ta kemë të qartë këtë aviditetin që bëhet përmend. Se faktikisht, doktorisha shumë mirë sqarojnë realitetet, dhe më thonë, po, si tha për neve normal që është e kuptueshme kjo gjë. Mirë, po, kur na del aviditeti, dhe më thonë, 0,69% mbasisht prej vlerat referente, unë i tham pacientë shtatzone, mos kider, dhe më thonë e ki pasë dhe nuk është kur fa rreziku për shtazanin edhe për bebin. Mirë, po nëse dalim vlerat që shtu se më të lartë, dhe më thonë, na jemi detyruar për fat mirë që nuk kemi rastet shpeshta, po na prapë se prapë, dhe më thonë, që ato rastet e ralla, po mundomi me bashkëpunim me laboratori, dhe më thonë, mi ikë për më smarë deri të që kjo që dhe foshtë me dalë pozitive me citomegalovirusin. Sepse, sigurisht që ky virus, gjitha që tu jemi t'i full, për ato që dhe më thonë që ky fëmijë, që kur t'lind me pas një zhvillim, dhe më thonë, çfarë pasoja mundet me pas në zhvillimin e foshnjës, sidomos dhe më thonë ka rrezik. Sidomos dhe më thonë foshnjën e se infekcioni ka ndodhur dhe më thonë 12 e sekum edhe më herët, probleme citomegalovirusi, sidomos probleme me shikim, probleme me ndigjem për shembull, probleme nervore për shembull, dhe më thonë derisa edhe te zhvillimet mentale. Dhe më thonë këto janë pasojat që janë shumë të mëdha, sepse për shkak dhe më thonë disa analizave. Edhe një gjë ta sqarojna.
jo çdo pacientës na ja lypmi me një familje me babit i tjetër. Ndoshta prej anamnezës apo? Edhe prej anamnezës po edhe prej vlerave të cilat e dalë. Po edhe jo çdo pacientës si e përmeni doktoresha Lu nuk e lypmi çfarë PCR-in sikur çush e kanë bërë për shkak këtu. Po nëse vlerat janë aq të larta, na podojmë me vepruar në atë drejtim, që saqë domethënë ato çka i kemi në dorë me një familje edhe mediku, edhe femrin i bëhet për shkak edhe doktoresha na tregon se çfarë është. Domethënë se të bashkëngjitem te doktoresha dhe e lam për gjysmë pjesën e kur kemi një titër shumë të lartë në aviditet, si rasti në fjalë, që nuk kupton kjo aviditet i lartë, domethënë dikund llogaritet sepse ne nuk dim periudhën e inkubacionit që të lidhi me pjesën e Covidit, shenjat klinike e tjerë dhe kur është atë zënë patjetër që do maskohet klinika në shumë raste. Megjithatë, prapë pjesë infektive, se smundjeve infektive dhe ginekologut, por në aspektin laboratorik, çka nuk kupton një aviditet shumë i lartë. E thamë, kur është i ullët, risku është 3 mujor, do me thënë që e ka kalu gruaja shtatzën infekcionin dhe risku për fetusin është i lartë për infekcion. Por, këtu kemi të bëj, kur kemi aviditet të lartë, kemi të bëj, do me thënë, për një periudhë 6 mujore të kalimit të infekcionit nga gruaja shtatzën, por nuk përjashtohet mundësia e infekcionit të fetusit, sepse kemi një fetus, këtu nuk kemi bërë të gruaja shtatzën PCR testin, pavarësisht që unë në interpretim preferoj, sepse eksperienca gjermane dhe shkolla gjermane dhe guideline-et europiane e thonë këtë, dhe në patjetër që duhet t'i përmbahemi, se tash a do na përjashton të PCR-i tek gruaja shtatzëni, nuk e dim se nuk e kemi testu në PCR, prandaj nuk e dim a e ka pas për momenti nana, apo e ka kalu. Apo veç e ka kalu, tek fëmiu, do me thënë, kemi fakte sepse është pozitiv. Ka qenë aktive dhe virusi, sepse në momentin që ka transferu foshnjës. Po, më falë, doktorish, se e kam shumë më rëndësi që me përqu edhe mesazh se s'pëdu me kriju panik të gratë shtatzona. A ka shenja të cilat një shtatzon e dallon që mund të ketë diçka të tillë me këtë infekcion? Që është në realitet, do me thonë ajo që është me vështira, që gati është e heshtur. Të trituni, si të megalovirusi mundet me kalu për shama me një temperatur pak, si lloj gripi, për shama disa raste janë edhe gjandrat limfatike të cilat e në tajuna, për shama do me thonë dikun, amo jo diçka alarmante me pasu në temperaturën 39-40 dhe me shku të ginekologu dhe me thonë që unë ndoshta ose ginekologu me pas për shama qatë ide që mundet më kanë infektu me citomegalovirusin. Ku ndoshta ginekologu mundet me mbrej, dhe me thonë është që gjatë vizitave gjatë shtazanis, e vrejnë që dhe me thonë foshnja po mbetet me zhvillim amrapa, ose për shumë parametrat e zhvillimit kokës janë matë vogla, ose janë masi, ose sasia ujtë ndryshon e tjerat, e tani bazomi. Po për mësë më ardheri të kjo, dhe më thonë me fillim, unë s'paku, dhe më thonë qdo shtazonës ja preferoj, me ba që të 3 që i përmeni doktoresha Lula antitrupat, te rubela, citomegalovirusin e toksoplazma. Nëse nivelli antitrupave është i lartë, atëherë kemi. Pra, ka rast se kuptohet se shumica e grave të cilat e planifikojnë një shtazani, dhe më thonë dikun në do këtë përsetisi sa përqen 70% rase, dhe më thonë, hiq nuk e kanë kalu citomegalovirusin. Dhe më thonë, nuk kanë imunitet për shumë për këto. Po, unë e kërë shoh që nivelli antitrupave është negativ, antitrupat IgG që i përmeni doktoresha, dhe më thonë është negativ. Unë e të një atër hiki vëmendje, një thëmë, okej, në disa rase, në varësish për shumë për punës ku punon, që me pas sa ma pak me pas kontakte me barcit e citomegalovirusit, cilat janë shumicën e rasteve janë fëmija, për shumë do të me kujdes, do të me dezinfektu durti, dhe më thonë përmes me ardheri të infekcioni, ose njësojnë është të rubeola, dhe më thonë edhe të kjo, nëse nana nuk e ka nivelin e antitrupave, atëherë ju jep këshilla, për shumë se cilat janë ato metoda mbrojtëse që gruaja mos mu infektu gjashtë sa mirë që e përmende. Qka e shkakton këta dhe qësh duhet mu mbrojtë? Rubeolina është një lloj virusit e cilë në realitet perëndim po dhe të na mirët vakcina kundra rubeolës. Para shtazanis. Para shtazanis. Po në disa raste, është edhe pse merr vakcine, prapë nuk e ki nivelin e antitrupave aq të lartë sa që të në mbron për shumë për asana. E tani të më thonë tani atërhit me vrejten, dhe më thonë sidomos në gradë që punojnë për kopshtra janë matë rezikume, atër do të me të regu për shumë që nuk do të me pas kontakt me qëto, nuk do të me pas ose të toksoplazma për shumë, dhe më thonë këto, dhe toksoplazma nuk është shpesh e kalume. Dhe të toksoplazma, dhe më thonë është një farloj paraziti, si cili quhet smundje maseve, se bartet përmes maseve për shumë, dhe më thonë, edhe përmes mishit i cili nuk është i trajtu me temperaturë të lartë. Dhe më thonë, gruaja, e cila është shtatzon, edhe e ka IgG-n, e cila më tregon a ka pas, a se ka pas, është negative,
atëherë do më thonë ajo nuk ka imunitet për këto. Po tani shumë letë mundësh mi të regu që duhet më mbrojt. Nuk duhet me hangër, do më thonë mishim pa trajtu me temperaturë të atë, qëtëja qapatadjune, salama, salqiqi, parizira, qapatadjune, që të gjana këto ashtu sa ashtu si përperoj edhe heq. Mishiter, për shamë nuk bëjnë heq. Pikrisht, ose krudo ushqimet nuk bëjnë heq. Lakse, sushi, që të gjana, do më thonë këto do të mjë. Thjesht ajo do më thonë e ka mundësi më mbrojt për asajna, salatat ose perimet i cilat rritën tokë, më kuptu që do të mi pasur shumë, mi pasur për shamë, po edhe normal është regull, apo doktorish me sa kohë nëse është IgG-ja negative, kur do të me përsërit prapë? Po, atëre mirë është me mira, do me thënë nëse ka mundësi edhe 2 herë brenda shtatzanis, do ishte idealja që të përcillet unë do e lidhja të toksoplazma, kam pas vitin e kaluar jo para 2 viteve një rast, kur në anamnez e sipër vjen një grua shtatzan që ishte në fillimet e shtatzanis, 7 javësh ose 8, nëse nuk gaboj, edhe fëmiu në anamnezë sipër, fëmiu ishte me gërvishtjet macës, kishte edhe një fëmijë 6-7 vjeç, një vajzë, edhe testohen testi i parë që mu më shkojnë mendje me njerë ishte torqi toksoplazma, gruaja ishte shtatzan, edhe me njerë kam informu ginekologun, e kam kontaktu ginekologun, sepse më tregoj vetë pacientja, edhe është ndërprej shtatzania. Tashi të lidhim pse duhet, do me thonë, miret vendimi, sepse toksoplazma si parazit, toksoplazma gondi, veprimi ose efekti i saj është direkt në sistemin nervor të fetusit. Dhe kemi, do me thonë, gjithë ato prapambetjet pastaj në zhvillim mental tek fetusi që nuk ka zhvillim, mund të vinë nga toksoplazma gondi. Dhe prandaj vendoset kur është pozitiv një nan, një gru shtatzane, ndërpritet shtatzania. Tani ka protokolle të ndryshme, por prapë se prapë është miku ginekolog që vendos bashkë me... Amo jo të gjithmonë të toksoplazma, nuk ndërprej sepse kemi terapi. E japë me spironimicinin, për shamë, të më thonë... Në cilën fazë nuk ndërpritet, për shamë... Këtë barët prej nivellit se qysh është. Tashti, e kemi për shamë një paciente si e përmeni doktoresha Lure, cila është me infekcion akut me toksoplazmën. Tashti për me diqi që kjo parazit, a ka kalu të foshnja jo, i bojna edhe analizat e ujtë amnial. Për shamë, të më thonë i marmi aty, edhe shomi direkt që aty. Po edhe kjo nëse, tash marësish me situate se qysh është, mundim edhe direkt përmes gjakut bebit, më thonë përmes kordonit, me ultrazot, gjatë kontrolimit me ultrazot, shkuna do më thonë me një gjinë ponë, edhe marmi direkt do më thonë gjakun e fetusit, do më thonë edhe bojnë analizet. Në basish prej gjendjes se qysh, në basish prej antitrupave, në basish prej gjendjes klinike se qysh, do më thonë nuk është gjithmonë, po ndashtë në barë se qëfar... Po ju gjithmonë po barë qëfar stadi ka qenë dhe si e ka pa, sepse pastaj ma nuk kisha informacione, pacientja ka vazhdu me mjekun e vetë, sepse idealja do ishte kur jemi të pjesave që përmeni amniocentezën, doktoresha, dhe egzaminimin e lëngut amniotik, që ajo do ipte një farë mënyre kur punohet në PCR ose real-time PCR, do me thënë do ipte diagnozën e sakt, se a është i prekur fetusi apo jo, qoftë dhe nga kordoni umbilikal ose po të amniocenteza kryesisht, por është friksuse për femrat gratë shtatzën kur përmenet amniocenteza. Zakonisht do me thënë nuk shqetësohen. Po, shqetësohen, por ajo do ishte idealja që nga në lëngun amniotik të miret mostra edhe të testohen në real-time PCR. Po, ajo që normalisht është për të duar trukitur në Pineja Medical Center që ndodhë çdo herë, është pikrisht kjo, kur i kanë inovacionet ma të fundit për realizimin e krejt analizave dhe rezultateve në kërkesat e specialistëve të ndryshëm, edhe në këtë në kohë reale të PCR-it që bëhet edhe që na diagnostikohet dhe na e përgjigje në saktë që specialisti ginekologë kërkon. Por sa janë pacientët nga ajo që punon çdo ditë, doktoresha Lulet, që e marrin seriozisht sepse unë për fat të keq e them që shumë pacient pak e nënvlerësojnë kërkesën e mjekëve specialist, kur thonë aj po kërkoj ke shumë analiza, aj po më lip analizat shtrejt, aj kështu. Do me thonë nuk e din rëndësinë se sa jetike është ajo analizë që kërkohet në atë kohë kur kërkohet. Po të është të drejtën se kanë e kesh kuptojnë. Një dark me qkume me pagu dikon është me siguri ma shtrejt, edhe një fenire me trove dhe me thonë sigurisht për shama si. Dhe me thonë janë gjanët... Po këtu po kesh kuptojnë pacientat. Po vetëm do të me ditë mjas sharun, do është, se për diri sot do më thonë mua asë një pacientë nuk më ka thonë që kërkoj, edhe do të me kuptu që analizat nuk mohon për mu.
analizat bëhen për me mujtë me përcjellë foshnjës edhe shtatzani me përcjellë si duhet. Edhe nëse unë ja sqaroj pacientët, deri sot me të vërtetë nuk kam pas probleme kur. Domethënë sepse nëse çdo analizat na ndihmojnë që domethënë okay, mos e bëj kalin se gjithçka është në rregull, për shembull, domethënë edhe kështu që është shumë e lehtë, po si Po pikërisht Saranda është kjo sepse pacienti edukohet, misioni I mjekut, qoftë në pjesën klinike, me thënë që është direkt sepse dhe ne jemi klinik, por që ka kontaktin primar me pacientin dhe follow-up deri në përfundimin e shtatzanisë, por qoftë edhe në pjesën laboratorike, unë patjetër që kontaktin dhe komunikimin me pacientin e kam në çdo detaj, që nga preanalitika, postanalitika e tjerë. Juve që dini se jeni e familiarizuar me punën dhe protokollet e punës për herë të parë kam ngritur në aspektin biokimik në Prishtinë dhe në Kosovë dhe kryesisht përgjithsisht në mjekësinë laboratorike. Atëherë pacienti nuk e di, por misioni ynë I mjekut është që edhe të edukoj pacientin mbi rëndësinë e një check-upi për të parë nëse jo për vetën e vet, atëherë për fëmijën dhe për pasojat nëse nuk edukohet se çfarë do vuaj nga një fëmijë I smur ose nga një jo shëndet I plot I një fëmijë që do sjellë në jetë. Me të drejtën jam e për këto më shumë akuzohemi nëse nuk I bëjmë edhe kemi pasoja për pacientëve. Se s'm keni thonë se unë më koni kisha bërë që të analiza I kena bërë. Më thonë, sukur që shushë kjo e kjo, sukur që shëbesetum deri gjithashti. Ka do nivelli antitrupave IgG silar, e kërkojnë aviditetin. Pse? Se te pjasëron, unë duhet me di se kur I ki kalu ti qëto. A ki kalu para 2 javë, apo ki kalu para 2 mujve. Edhe nëse na jashtëron e pacientit, më thonë, edhe sidomos doktorisha Lule që jashtëzakonisht shumë punon me pacientë dhe bisedon me pacientë, më thonë nuk e kemi këtë problem. Mirë, po nëse nuk e shërëm dhe vetëm e jap që, më thonë raportin e tani shkollë dhe vjehajti mas që të në marë që më thonë kupto që nuk e kupton edhe nuk e din. Ama për çetë arsye edhe unë kum pas na e patëm që tash një rast më thonë ku duli IgM-ja pozitive te një paciente, mirë po për fat mirë e kum çutë doktorisha Lule e ka bëa aviditetin dhe më thonë, ama të ka qenë IgM-ja pozitive, po. IgM-ja pozitive, po pastaj një preferojmë PCR-in. Edhe du negative dhe na jemi në rregull, dhe më thonë, jemi qetë, sidomos gruaja shtatzone, cilat ashtu kuptohet, po janë në mjetet informative, gjithçka dhe hinë edhe lexon se çka është toksoplazma dhe të tjerat edhe normal kuptohet, ta din se gjitha që ato pasojë që cekom na domethënë edhin që mundet me pas edhe foshnjë. Edhe për këtë arsye ku ja sqarojmë se për çfarë arsye na tash të përlypmi çet PCR-in, po ne di se doktorisha Lule çuç bisedon me pacientë, kështu që domethënë nuk e kena pas absolut asnjë problem. Doktoresh, më fal, lutna. Ka tash me siguri edhe ato më shune që po na djekin edhe thonë, "Ja, se si kena bëna kush to analiza." Kjo është arsyeja pse ka qenë numër edhe më I lartë I foshnjeve, I foshnjeve me anomali të ndryshme, I foshnjeve që s'kanë bjetuar, sepse gjithmonë dëgjojmë histori që më ka lind foshnja vdekur ose më ka vdek foshnja pas disa muajve. Me një fjalë, me bot troq pyetjen, testet moderne, inovative që I shpjegojnë detajisht doktorisha Lulet, a mund të shpëtojnë jetën e një foshnje? Që po, mundet me shpëtu. Se thash, që për që trubeor në sukuqysh e cekom, nëse e shoh që pa përpara nuk ka imunitet, domethënë para shtatzanisë, atëherë preferoj me marr vaksinën. Shumë e thjeshtë. Po, doktoresh. Plotësisht pajtohem me atë Saranda, por të ndërlidhi me pjesën. PCR e ka zbuluar një mjek laboratori, shkencëtar I biokimisë klinike, në Francë, Sanger në vitin 1975. Pra, testet e reja ose metodat e reja, metodat inovatore përveç që shpëtojnë jetë, bëjnë dhe preventiv. Bëjmë preventiv edhe identifikojnë në kohë edhe patjetër që nuk do ketë pasoja, sepse mjeku do trajtoj, do bazohet në rezultat laboratorik, ne flasim me fakte, kusha laboratorit flet me fakte. Mbi gjitha unë interpretoj dhe në fund them preferohet të bëhet kjo, duke u bazuar në protokole gjermane edhe në fund të vendos ose të konsultohet mjeku klinicist. Që ai pastaj e di më mirë për shkak se ka pjesën klinike dhe pjesën që ndjet. Por në mënyrë absolute, përveç që shpëtojnë jetë, do me thënë, është më e mirë të parandalosh, më shumë bëjnë parandalim,
trajtim dhe e fundit pastaj që edhe shpëtoj jetën. Unë nuk mundem pa, nuk duru, unë njehem se nuk mundem më duru. Si tha për shembull përpara kanë vdekur disa fëmijë për shembull diçka. Për shembull, për çka ka qenë? Ka qenë ndoshta vetëm tash për diçka tjetër pa ta dëshirë me përmend. Troshja e gjakut. Domethënë tash se kanë rëndësi pozitive. Për shembull, ose ka vetëm një fëmijë, ose për shembull domethënë sikur që përmend në fillim, domethënë 7 fëmijë kanë vdekur vetëm një i ka shpëtuar sepse nona ka pas grupin e gjakut rezultat negative, vetëm një fëmijë që ka shpëtuar ka qenë. Domethënë nuk kushtet e bashkë dhe thjeshtë që to analizat nuk kanë vlerë, sepse kena biseduar edhe më herët, një tablet me aspirin. Gruaja ka pas 4 aborte, 5 aborte. Për një aspirin, sa kushton një aspirin 2 euro, për shembull, unë po banalizojmë një familje. Po ju po shumë drejtë çka po. Në realitet, domethënë, pse po duhet tash? I ke pas 2 aborte. Po ne nuk la me pritet abortin e tretë tani më sanë me hodëm tu se për çfarë arsye ti ke abortu. Normal që tani unë lypi komplet edhe gjandrën tiroidin edhe torshin edhe trombofilinë më rëse. Se nuk kushtet të bashkë dhe thjesht me një familje haj se s'ka lidhje që aty pe abortoj pas aty se s'ka lidhje se sa do kudo. Mo nuk jemi është edhe mshme, është edhe përveç asajna që është gjendja emocionale e gruas edhe çiftit kuptohet, domethënë se është edhe mënyrë fizike, domethënë kuptohet që është edhe mshme. Te trombofilia doktorisha mundet që tash më na tregu se cil faktor për shkak domethënë çka duhet me bë. Pse për disa gjëra shumë thjeshta ose për thjeshta që janë injoru. Atëherë nëse kalojmë po tek trombofilia ose tempiksja e gjakut që lidhet me trombozë të venave të thella, doktoresha e vren edhe në anamnezë, kur gruaja është atë ka pas aborte, por edhe në anamnezë familjare, që është shumë e rëndësishme, nëna, gjyshja, motrat e tjerë kanë pas aborte. Më herët mirë nuk janë testuar, por tani janë mundësit dhe testohen. Çka nuk kupton një trombofili, testi për trombofili hereditare? Ajo nuk bëhet çdo ditë. Bëhet një herë në jetë është pasaport. Ne për shembull për herë pare kam implementuar në aspektin biokimik, sepse është deficiencat enzimatike ose deficiencat e enzimave na lidhen me sëmundje gjenetike. Gjenetika buron nga biokimia. Kështu që vetëm strukturën që Eliza e ka biologjike, por funksionin e ka biokimik. Dhe po ashtu të gjitha ato gene monitorohen nga enzimet. Enzima është katalizatori çdo procesi në organizmin tonë. Pra, sikurse katalizatori i makinës, pra ndez proceset në organizëm që të kemi funksion. Dhe të rikthemi përsëri rëndësisë së trombofilisë. Ajo bëhet një herë në jetë dhe është pasaport. Në perëndim dhe në shumë vende të botës është rregulluar është një ID card speciale që të shkruan trombofilia pozitive. Në rast të një aksidenti ose në rast të edhe shtatzanie dhe rrugtimeve larg duhet patjetër çorape që monitorohet nga hematologu, ginekologu kur veç gruaja është shtatzane, edhe kirurgu vaskular bën ekodoppler të gjymtyrve dhe ipen antikoagulantët, antitrombotikët, pra, ipen barnat për shkrirjen e trombit dhe prevenojnë ose parandalojnë për me bë trombet. Shpesh herë ginekologët, unë duke u bazu në eko dhe në raport të ginekologut, shoh që thot ka hematoma, një grua shtatzën ka hematoma në placent ose mbështjellësi përpiqemi me fol sa ma thjesht, me kuptu mbështjellësi i fetusit ose i bebit, ka hematoma, dhe ato hematoma janë shumë të rrezikshme, sepse ndikojnë në mos-zhvillim të frytit, dhe si vinë, zakonisht janë 99%, ka edhe shkaktarë të tjerë, por unë po flas nga publikimet shkencore, vinë kur kemi një trombofili pozitive. Pra kemi faktor hereditar me natyrë trashëguese për të pasur piksje të gjakut. Pse ndodh pikërisht në shtatzani ose pse rriten, pse gruaja mund të abortoj, sepse janë ndryshimet hormonale që ndikojnë në mekanizma dhe ato nga normale fiziologjike kalojnë në patologjike ose që shkaktojnë smundje. Dhe njëra nga arsyet, për shembull, përveç infeksioneve të tjerë, mund të jetë edhe trombofilia hereditare. Tani cilët janë faktorët më me risk në popullatën tonë, sepse jam, përveç që kam hulumtime shkencore, jam edhe në një research ose PhD ose doktoratur, kryesisht në Itali, trombofilia hereditare në shtatzani që lidhet dhe kam me mia raste pozitive të punuara nga vetë dhe validuara nga vetë në popullatën tonë dhe the me përgjegjësi profesionale dhe eksperiencë që shumica 80% e popullatës tonë do me thënë janë me mitifier pozitiv, qoftë homozigot, qoftë heterozigot, ajo është risk i lartë.
unë vetë jam njëra prej tyre. Çka është kjo, doktoresh? Tash, kjo janë disa mutacione të mitifierit dhe kryesisht në populatën tonë mbi 90% janë pozitive. Mitifieri çka nënkupton, do të thonë edhe kjo është një faktor i trombofilis ose mpiksjes së gjakut me natyrë gjenetike. Nuk e dim, nana, babai, gjyshja, gjyshi e tjerë nuk janë testuar, por ne kemi të trashëguar. Ndikon, përveç në mpiksje gjakut, do të thënë, ndikon mund të japi smundje kardiovaskulare, mund të japi aksidente cerebrovaskulare, mund të japi mitifieri lidhet direkt edhe me çrregullimet e tubit neural tek fryti, pastaj me prediabetin, me dislipidemin, me diabetin, do me thënë me yndyrna të larta, dislipidemia janë yndyrna të larta, plot patologji të tjera. Pra, ka plus se si, do me thënë, kur kemi një mitifier pozitive, homozigot ose heterozigot, çka duhet të bëjmë, patjetër që përsëri i rikthehemi laboratorit, sepse është një institucion që menaxhon të gjitha patologjit ose smundjet dhe ka kooperim me të gjitha specialitetet në mënyrë absolute. Pra, biokimia klinike është oqeanike, që kemi thënë edhe më herët, dhe një nivel për shembull i acidit folik që ta shpjegojmë pse është i rëndësishëm. Qoftë kur e jep ginekologu ose vitamina B9, vitamina B12, kryesisht lidhen me ADN-n tonë. Dhe një deficiencë folikut e acidit folik ose vitaminës B9, një deficiencë vitaminës B12, mund të kemi ndryshime në ADN-n tonë dhe pastaj të ketë patologji ose smundje tek fetusi, mos zhvillim. Po, një mungesë, do me thënë deficiencë. Një mungesë, ose deficiencë dhe vetë faktori, do me thënë mitifier, atëherë trajtimi është, sipas protokolleve, është B9 ose acid folik, B12 për të vazhduar më tutje, patjetër antikoagulant, antitrombotik që i vendosin kolegët hematolog, kirurg vaskular edhe ginekolog, por baza e trajtimit do me thënë është acidi folik edhe vitamina B12. Pastaj, nëse kalojmë në pajnishi ose plazminogen activity inhibitor, edhe ajo shumë e rëndësishme se na lidhet direkt me placentën dhe kryesisht pas shtatzanis fillon aktivizimi i këtij faktori dhe po ashtu lidhet efekti është i njëjtë, me thënë, ose pasojat janë të njëjta, sikurse të faktorëve të tjerë. Po flas për ato që janë më të shpeshta ose beta-fibrinogeni për shembull, me thënë, këto janë më të shpeshtat në popullatën tonë, sa i përket edhe faktori i dytë ose prothrombin mutation, edhe ajo mund tjetë, por nuk është e shpesht, faktori Leiden ose i pesti, dhe të gjitha mutacionet e faktorit të pest nuk janë të shpeshta në popullatën tonë, por me qenë sa është testi dhe është paneli pse të mos bëhen, pra janë një mori me faktor ose antitrombin 3, që po ashtu është shumë i rëndësishëm, antifosfolipid, antikorpet, antikardiolipin, antikorpet të cilat janë probleme autoimune, por direkt ndikojnë në mekanizma dhe direkt ndikojnë në qeliza dhe kryesisht në fosfolipide dhe dështimet ose abortet pikrisht mundet edhe të vinë ose lupusi antikoagulant. Pra kjo trombofilia është shumë e gjerë, shumë e thjeshtë. Me një trajtim të mirë, një mbarohet një shtatzanim me sukses. Edhe bashkë të themi këto, do më thonë, si tash çfarë terapie ose çka duhet me bëj, do më thonë, detyrë e jona ose ginekologut, nëse kemi indikacione për me bëj analizat e trombofilis, kuptohet që do më thonë duhet me bëj dhe kuptohet jam shumë dakord, nuk bëhet do më thonë vetëm 5 elemente aty, po janë disa elemente që duhet të trajtohet se secila sigurisht, secili panelin e ka dhe secila prej tyre ka vlerën e vet dhe rëndësinë e vet, numër 1, po dhe secila prej tyre trajtohet në mënyrën adekuate. Në atë moment ku mu më dalin faktorët e trombofilis, cilat prej tyre do më thënë dalin pozitiv ose kam, si që përmendi doktorisha, mutacione ose defekte genetike, që to besoj që e kuptojnë, defekte genetike cilat janë apo qysh janë, do më thonë une automatikisht konsultona me hematologun. Hematologu është do më thonë aj që ka në bazë analizave të cilat da rezultateve do më thonë e përsaktojnë, që gjatë shtazanis një shtazane ka me përdor për shembull ose për shembull një injeksione për tollimin e gjakut, ose ka me të përdor do më thonë vetëm me acid folik ose tjera të tjera. Ka terapi që e qënë shtazanin mirë mbarë dhe në fund. Gjitha që to, apet, po duhet me përsi, do më
thonë qëllimi që me shku shtazania deri në fund edhe pa pasojë. Po du më kthy se jemi në minutat e fundit edhe njerë të smundjet infektive. Normalisht infektologu ka një rol shumë të rëndësishëm në kretë këtë teme që folëm në pjesën paraprake. Po du më kthy edhe një herë që ta kemi të qartë se e kam përshtypjen nuk e kam sqaru të qartë për të gjitha gratë që për na ndjekin. Nëse disa gratë që janë shtatzana dhe për na shikojnë tani dhe janë në muajin e 5 ose 6 të shtatzanisë, a konsiderohet një kohë shtatzanisë kur është vënë me bë këtë analizë doktorish? Kur është vënë? Ato bëhen në fillim të shtatzanisë. Domethënë bëhen në fillim të shtatzanisë, tash nëse është për shembull nëse sikur që kemi rastin që përmendëm domethënë tash ai ka kaluar sidomos deri në javën e 20 rreziku për më transmetuar domethënë te foshnja shumë i lartë. Edhe ashtu që tani vetëm do të me pasi çfarë pasojë. A ka shku infeksioni deri te foshnja apo nuk ka shku? Me analiza tjera dhe eventualisht çfarë terapie në fund mundna me bë. Po. Ajo çka duhet me unal sepse shpesh i përzim mitet me të vërtetat, a është mit apo është e vërtet një infekcion e kaluar nuk e rrezikon një shtatzani? Shumë e vërtet, është një infekcion i kaluar, shumicën e rasteve nuk e rrezikon sepse i kemi antitrupa, tu ne i thamë pacientëve me i kemi ushtartë ju që dalin e ju mbrojnë, mirë, por nëse niveli antitrupave domethënë është i ulët edhe nëse imuniteti është pak më i dobët, ekziston mundësia mu reaktivizu, domethënë edhe një herë mu paraqit, tash me kuptu gjuhën e thjesht, sikur lija ujit domethënë që përdor ose fruti me një mënyrë, mundet me ndodhë që i ka pas, e ka nivelin e antitrupave të mjaftueshëm. E dini edhe çdo shtazane që domethënë se fëmia e ka lijen e ujit domethënë pyet doktorisha jam e rrezikuar edhe më një herë shtot pyetja a ki kalu si ki kalu, kjo është numër 1. Edhe dyta nëse nuk është e sigurt e bën në nivelin e antitrupave IgG-s domethënë ma jep përgjigjen të ok pa kurrë problemi domethënë mundesh me në kontakt me fëmijën se nuk je e rrezikuar sepse e ki kalu ato edhe ki antitrupa të cilat të mbrojnë për infeksion të ri. Edhe një mit apo e vërtet, nëse ndihesh mirë nuk e nevojë për analiza. Jo, se derisa që shumë e thjerë gjandra tiroide, dhe më thonë derisa shfaqet të simptomet e gjandrës tiroides, lodhja, plokështia, ramja, flokëve tjera të tjera, dhe më thonë shkon niveli gjandrës tiroide të shëznosh të nderin 15. E nëse unë vjen ajo dhe në fillim e bane dhe kam unë të shëndikun për shamo 4-5, dhe më thonë shumë alet me trajtu edhe dhe më thonë mësë mi prit ato simptomet për mësë mu kanë mirë për mi bane analizat. Po, kështu që edhe marrët e tha doktoresha përshtoj një fjali, shpesh disa smundje janë të heshtura dhe mund të ndihemi mirë derisa zhvillohet diçka brenda trupit tonë, kështu që më mirë është t'i bëjmë analizat. Edhe një pyetje për doktoreshën Luljet, mit apo e vërtet, torç bëhet vetëm një herë? Jo, torç mund të bëhet disa herë gjatë jetës, por në shtatzani është shumë e rëndësishme që në fillim të shtatzanisë të bëhet, patjetër në fillimet e trimestrit të parë, por unë do preferoja duke u bazuar në eksperjenca çdo ditë, me thënë në rezultate patologjike, do preferoja dhe në trimestrin e fundit. Për vetë faktin që të kapen në kohë, të trajtohen. Ama doktorishë, nëse kam për shumë, nëse kam une rubelin IgG pozitiv në fillim shtatzani, sepse une tani ato në realitet nuk e përsëritin. Po nuk i dihet nëse gruaja shtatzan, do me thënë, mund të reinfektohet për shkak... Ama kam për shumë nivelin e antitrupave 56. Me gjitha të ndjekni ju, po unë do preferoja, por ti eliminu risqet. Unë për vetit dhe më thonë nuk e asi. Edhe plus asana, nëse një shtazane, për shumë shtazanin e parë, e kumba, toksoplasme, rubeolin që të qipi plasmi. Edhe nëse ajo e ka pas nivelin antitrupave 2015 e ka pas për shumë 95, unë e më tani aty që ato nuk e përsëriti. Se nuk mund të rikthehet? Në realitet është një nivelli antitrupave cili duhet me të mbrojtë edhe për matutje. Po jo çdo herë, me Covidin jemi bind që organizmi jonë, do me thënë, ka ndryshime. Dhe ndryshimet e imunitetit me kalimin e moshës, nuk e di mas vetë, është laboratoria ai i cili na thotë që keni këtë, na orienton të paktën që në problemin që ne mund të kemi. Prandaj, ajo për mua nuk ekziston. Doktoresha shkon si Gjerman, doktoresha, eliminimi i rrezikut fillimisht, pastaj siguria. Po, eliminimi i rrezikut është gjithmonë edhe të flem rehat, flem qetë. Po, doktoresh, unë e loboj shumë brenda emisionit që planifikimi familjar të tjetë pjesë e rutinave tona. Mos të niset një foshnje pa i bërë, nuk po thëm kushte, se të na në Kosovë gjithmonë ka thonë ti bëj kushte dhe ta bëj një fëmijë. Jo, shikoj e shëndetin tani nëse një fëmijë. Sigurisht. Kretë këto, nëse bëhet një planifikim, kretë këto mund më eliminu. Unë nuk kam nevoj paciente me një familje nëse është një vajzë shëndosh 25 vjeç, po tham ashtu për marrë si shembull, me një familje me detyru me bë trombofilin.
Nëse s'ka simptoma, është fjala. Nuk kam kur farasyje, mirë, po si ku që ta doktorisha Lule, dhe më thonë, nëse më thotë, po valla doktorish, po dyqysh po kam frikë se edhe motra jeme i ka pas 3 aborte, i ka pas edhe me njëherë automatikisht, dhe më thonë, ose edhe gjysh edhe nana jeme, dhe më thonë, i ka pas 3 aborte, menzi që nga ka po. Dhe më thonë, janë disa gjana që dhe më thonë, okej, nëse i kemi mundësit për planifikojmë, nëse kjo grua vjen edhe të më thonë, unë nuk e bëjnë trombofilinë, normal që janë edhe pak edhe kushtueshme prapë se prapë, po amo shtazanin e parë dishton, ajo është një indikacion për me bë trombofilinë për shembull. Ose tetorçi, thashë përmend pak më herët. Tash frikë kum pas një pacientë një motër medicinale, prisëreni po planifikoj e me bë rubeolën. Nuk ka imunitet, edhe automatikisht thash dush një herë me marr vaksinën e tani masanena me planifiku shtazanin, sepse më thon pse me rreziku veten, do të thon mu infektu për shembull me çeto. Jo, po ndoshta jo. Po ndoshta jo, po ka disa raste predispozita normal kur nuk ke imunitet, kështu që shumë thjesht e merr vaksinën me një mënyrë dhe tani ke imunitet edhe je siguruar. Po. Kur jemi të smundjet infektive, unë do shtoja pastaj përsëri me metodat inovatore. Smundjet seksualisht të transmetueshme ose STD panili, që është shumë e rëndësishme, sikurse për meshkujt, për femrat po ashtu edhe për meshkujt. Ja se janë minuta të fundit. Edhe 5 emisione tjera me bazë sa është. Domethënë është shumë e rëndësishme sepse shpesh herë me metodat konvencionale në mikrobiologji nuk zbulohen sepse është gamë ngushtë e infeksioneve, bakterieve, viruseve tjerë, ndërsa në PCR ose real-time PCR është panel edhe janë metoda inovatore, detekton në njësi shumë të ulta dhe patjetër që nxjerr pa një infekcion që mund të trajtohet nga kolit edhe të shpëtoj edhe gruan shtatzën, po edhe fetusin. Dhe gjitha këto përhen në Pineja Medical Center. Po për herë pari kemi implementu dhe klasifiku edhe real-time PCR-in në aspektin biokimik dhe në aspektin mikrobiologjik, pra këto smundjet infektive miret doktoresha mikrobiologja, ndërsa në aspektin biokimik që është oqeanike mire mund, dhe ekipa patjetër që i përshëndes nga emisioni juaj, sepse pa punën e tyre është një ekip brillante, që nga fillimi, hapja e portës e deri në fund finalizimi, janë shumë të mirë, Sara ju i njihni, janë absolutisht shumë të përgjegjshëm dhe ndërgjegjshëm dhe i kam shumë gjanë. Edhe unë i kam shumë gjanë krejt, sidomos Elbasanin. Kështu që i përshëndes krejt stafin e Pinejat. Për fund, doktoresh, sepse madje kemi kalu kohën normale të një bisede të planifikune, por është temë shumë e ndihshme, ka ende, thave mirë dhe vetë, që edhe 4-5 orë tjera mund të flasim. Po dalte një nga ma e lete infeksioneve dhe smundjeve, janë disa gra që në muajt e fundit dhe në javët e fundit marrin infeksione urinare, infeksione të ndryshme dhe detyrohen me marrë antibiotik. A guxojnë, a rrezikojnë foshnjën? Po, patjetër që guxojnë. Tash që e përmend infeksioni me këtë mënyrë. Javën e 36-37 çdo grua shtazone e marr një strishë vaginale, sepse sidomos për shkak streptokokëve, streptokokët domethënë janë një bakterie domethënë që duhet edhe për hapun, po edhe shumë e rrezikshme për foshnjën që duhet domethënë foshnja pas lindjes duhet më përcjell edhe 72 orë tjera se mundet me pas se pasojat janë shumë të mëdha. Sidomos lindje normale. Sidomos lindjet natyrale. Por edhe te lindjet që me prirje cesariane domethënë duhet më marr strishë vaginale për shkak të bakterieve. Veç paramendohet Saran, më thoni një grua shtazone e ka Escherichia coli në pjesën vaginale, edhe beba kalon në përqeto. Në ma që duhet më trajtu. Po në ma që gjithmonë kemi bisedu dhe ma herët që vetëm se duhet me përgjith cilin antibiotik dhe më thonë ban me martë dhe më thonë shtazona cilin antibiotik nuk ban, cili antibiotik dhe më thonë është i lejushëm edhe cili antibiotik nuk është i lejushëm. Edhe nëse është me grip, edhe nëse ka me shku me regullu dhame me një familër dhe më thonë normal që mundu, po duhet me di cili medikament dhe më thonë kulzon me donë si janë esizion me gjithse kolekti din, ka nevoj më këshilu dhe me neve si ginekolog, edhe më thonë, okej, ti kulzon me donë qëto, duhet kulzon me marë qëto, edhe jemi pa problem. Shumë mirë që sqarove sepse është një frikë goxha e madhe dhe kur thot ginekologu prapë ke nevojë për një mendim të dytë. Jo, edhe apet për përmendjen e Covidit. Veç para mendoj me një familje që sa gratë shtazane kanë qenë me Covid. Na nuk mundemi me lënë gruan shtazane me një familje me rreziku shëndetin e gruas, me gjithë ato pasojë që ka pas Covidi, normal që po me përgjigjet ato që i ndihmon gruas edhe nuk e ndamton vepër. Po. Por gjitha këto të cilat i folëm deri më tani është një çelës e suksesit në ne kontrollat e rregullta të ginekologu, në 2 planifikimi, në fakt kjo është e para, planifikimi familjar, dhe treta që është shumë rëndësishme bashkëpunimi me laboratorin cilin ju i besoni, me biokimizën dhe laborantët të cilët ju i besoni dhe ata të cilët juve ju japin
interpretimin e aty në analizave. Rrallë laboratore bën interpretimin, për shembull është Pinea dhe nuk e di saktë çfarë laboratore mund të përmendim që bëjnë interpretimin që një pacient ta sheh dhe të shkojë te ginekologu i saj të thotë ç'se më ka thënë ç'është. Domethënë është shumë e rëndësishme një bashkëpunim dhe një zinxhir ginekologu, laboratori dhe infektologu patjetër. Jo çdo shtatzani duhet përfundoj, jo çdo foshnjë do të lindë me këto sëmundje dhe anomali të cilat i përmenden dhe janë goxha të vështira për të imagjinuar si një foshnjë që do lindë dhe jo çdo shtatzani mund të shkojë keq nëse jemi të kujdesshëm në ditët e para të shtatzanisë me krejt këto që ka shpjeguar dy doktoresha Drita Kabashi dhe doktoresha Luljeta Etemi. Kështu që unë ju falenderoj shumë për kohën, por edhe për shpjegimin. Nëse ka pyetje që nuk e kanë kuptuar, ju rekomandoj të shkruani direkt doktoreshave, se halli më i madh është shumë kur do na më përgjigj çka ka dashur të thonë, po mirë. Krejt që ka dëni me bërë është për ato që ka shpjeguar doktoresha Luljet, me shkruaj te Pinea Medical Center dhe ju përgjigjet në përgjigje tjera. Dhe doktoreshën Dritë që e gjeni edhe në Suarek edhe në Prishtinë. Që që një falenderoj të dyjave. Faleminderit shumë. Ishte kënaqësi. Faleminderit që nuk përtoni asnjëherë me u përgjigj në pyetjet dhe hallet e qytetarëve tanë. Faleminderit shumë. Dashur miq, prej kësaj rubrike dhe prej kësaj teme shumë të ndihshme, unë i ftoj krejt groshta zona që na kanë ndjek, mos bëjnë panik, thjesht i marrin këshillat ashtu siç u dhanë, të informohen ashtu siç edhe këshilluan doktoreshat, me një fjalë, një nanë e informuar, një foshnjë e shëndetshme, një shtatzani e mbar, një çift i lumtur për ardhjen e fëmijës së tyre dhe një familje e shëndosh. Domethënë që ka duhet është jeni kujdesshëm. Ne po shkojmë tek rubrika e magjikëve të vegjël, aty kushdoherë kemi fëmijë, talent të vegjël që vinë me talentet e tyre na zbukurojnë studiot tona. Sot e kemi një super balerinë të vogël simpatike. Takohemi pas pak me të.